Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Do të jemi sot këtu së bashku të diskutojmë për situatën aktuale gjeopolitike ku ndodhet Shqipëria. Nuk diskutohet që gjithë rajoni i Mesdheut është në një zhvillim kaotik, në një luftë të pandërprerë prej disa kohësh, por do thoni ju cila është lidhja mes Shqipërisë dhe kësaj lufte që ndodh aty në lindjen e mesme. Për këtë qëllim, sot ne kemi ftuar në studio zotin Albert Nikolaj, një studiues jo vetëm të historisë, por edhe të gjeopolitikës, me të cilin sot do të ndërtojmë këtë emision dhe do të sqarojmë se çfarë rrezikojnë shqiptarët nga situata aktuale gjeopolitike. Kjo është tema për të cilën ne do të flasim sot. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Albert në këtë emision. Mirë se ju gjetëm. Ashtu si që thamë, shikojmë një situatë rënduar në lindjen e mesme, por që dhe në Shqipëri nuk është më pak e kuklabitur. Shikojmë një klasë politike e cila nuk ka as pozit, as opozit të sakt, por pozita përfaqësohet nga një njeri dhe opozita thuaj se është inekzistente dhe e kapur po nga njeriu që ka kapur dhe pozitën. Shumë gjëra në Shqipëri nuk po vënë si duhet, nuk diskutohet vetëm çështja e detit me Greqinë, por edhe situata e brendshme politike ku shumë shqiptarë janë detyruar të emigrojnë, por dhe gjendja alarmante brenda vendit ku shumë fonde po vidhen, po rripen për ditë dhe Shqipëria është katandisur si një koshere që i kanë ikur bletët dhe që çdo gjë brenda kosheres po vidhet, po i lihen vetëm kornizat bosh. Atëherë, si mund të na sqarosh çfarë po ndodh në lindjen e mesme me luftën dhe cila është lidhja që ka kjo luftë me Shqipërinë, me vendin tonë? Zakonisht nuk para më pëlqen të merrem me çështje politike dhe përgjithsisht për shkak të impenjimeve të mia që kam në jetën akademike, sidomos me kërkimet gjyqësore, por duke qenë një vëzhgues i kujdesshëm i situatës Shqipëri, mendoj se si intelektual më takon të them disa fjalë edhe në këtë fushë. Si e shoh unë personalisht këtë problemin e luftës mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër. Unë e shoh vendimtare për fatin e Shqipërisë. Pse? Sepse në këtë përplasje të madhe, nëse fiton Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne do jemi paksa më të qetë si popull, apo nuk do kemi rreziqe të mëdha sa i takon të ardhmes, sepse nuk do ketë refugjat që vinë drejt Shqipërisë. Ndërsa nëse fiton Irani dhe Izraeli shpërbëhet dhe krijohen problemet më dha në lindjen e mesme, përveç se popullatave të tjera që janë në Liban, në Siri dhe në zonën në Jordani, drejt Shqipërisë do shpërngulen në masë të madhe, mund të shpërngulen izraelitët, edhe duke parë gjendjen aktuale dhe faktin që në Shqipëri pronat nuk janë shpërndar, mund ketë abuzime të jashtëzakonshme me pronat e shqiptarëve dhe mund krijohen probleme sociale që mund qenë drejt një lufte civile brenda Shqipërisë. Pra, fitoria e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit mbi Iranin është jetike për kombin shqiptar. Fatkeqësisht jemi të lidhur me këtë situatë, në fakt nuk duhet të ishim të lidhur nëse politika shqiptare do ishte treguar pak më zgjuar, më mençur, më tërhequr edhe ku kishte një strategji në politikën shqiptare, nuk do të ishim sot në këtë situatë. Ana tjetër e medaljes është se përveç të tjerash, Irani ka edhe një influencë shumë të madhe në Shqipëri nëpërmjet shoqatave të ndryshme, për të mos thënë rrjetet agjenturore, dhe ka bërë investime të mëdha dhe përzierja e politikës së kombit shqiptar me politikën ndërkombëtare e vendos
kombin shqiptar në vështirësi, sepse ne nuk jemi një popull që mund të diktojmë politik. Ne jemi thjesht një qeveri dhe një popull që pësojmë politik. Pra të tjerët na diktojnë ne politikën. Mendoj se do t'jetë kjo luftë do t'jetë vendimtare jo vetëm për kombin shqiptar dhe fatet e kombit shqiptar, por do t'jetë vendimtare edhe për fatet e vetë Amerikës, sepse nëse Amerika e humb këtë luftë, atëherë do fillojë tërheqja e madhe e Amerikës nga Europa dhe nga lindja mesme, që do të thotë që fillon rënja e Amerikës dhe forcimi i aktorëve të tjerë ndërkombëtar. Nëse Amerika tregon dhëmbët dhe fiton këtë luftë, atëherë përveç se një stabiliteti të madh që do të ketë në lindjen e mesme në të ardhmen, sepse Irani nuk do jetë më shteti që ndes zjarret në lindjen e mesme, por edhe në zonën e Ballkanit, atëherë gjërat do të jenë shumë më mirë dhe me stabilizimin e gjendjes në lindjen e mesme, Amerika do të dalë shumë më fort, por dhe Izraeli do të rregullojë marrëdhëniet e veta me fqinjtë e tyre, me libanezët, me turqit, me gjithë aktorët politik që janë në lindjen e mesme. Pra, Shqipëria është e interesuar për një fitore të shteteve të Amerikës në të luftë. Dakord, për sa i përket kësaj, Albert, por shikojmë në Shqipëri që kemi një individ që ka kapur gjithë klasën politike shqiptare, ka nën urdhrat vetë, dhe që nuk po shikojmë të mbrojë interesat kombëtare shqiptare, po shikojmë që po shet çdo aset, kujdo që i kërkon favore, ky po ja jep, ndërkohë që shqiptarët janë të detyruar të durojnë këto padrejtësitë që u bëhen në emër të shtetit nga vetë shteti. Po, herën e fundit që isha në Shqipëri, kur takova një mik tim intelektual, më thatë një njëjta gjëra që thoni ju. Edhe më tha që kryeministri aktual po shet gjithçka. Dhe i thash, po mirë, i thash, ju çfarë bëni? Tha, po ne duhet ta shembim kryeministrin aktual. Po i thash, nëse mendoni që keni forcat si opozit për ta shembur, hiqeni nga politika. Po tha, këtu është problemi se ne nuk kemi forcat, nuk e shemim dot. Atëherë tha, nëse nuk e shemni dot, durojeni. Thash unë, se s'ke dy rrugë, o do ta heqësh nga politika, sepse nuk duhet ta përdorë fjalën shembje, sepse asnjë politikan nuk duhet shembet, apo të rrëzohet me dhunë, apo çdo politikan ka vlerat e veta, të mira apo të këqija, por mund t'i tregon mënyrat, mund gjenden mënyra për ta hequr nga politika dhe për të kryer zgjedhjet parakohshme apo diçka të tillë. Po nëse populli shqiptar nuk arrin dot të gjejë zgjidhje të tilla, dhe përderisa çdo herë që vjen ky arrin t'i marr votat, atëherë problemi nuk është tek politikani, problemi është tek populli. E mendoj që populli shqiptar ka problemet mëdha në perceptimin e politikës. Kjo vjen edhe për shkak të faktit që ne dolëm nga dy sisteme shumë të egra, siç ishte sistemi i kontrollit turk për 5 shekuj, që e tromaksi popullin shqiptar, e shkatroi në të gjitha vlerat e veta politike dhe kulturore, por kjo vjen edhe për shkak të komunizmit, sepse dhe komunizmi ishte një lloj vetë pushtimi me slavizëm, me sistemin komunist. Pra, ajo që unë mendoj është se duhet patjetër të gjenden disa mekanizma që populli shqiptar të bëjë një politikë më inteligjente. Nëse ky mekanizëm është përmirësimi i sistemit qeverisës nga qeveria dhe marrja njerëzve të duhur për të vendosur në sistemin e qeverisjes, apo zëvendësimi total i qeverisë me qeverisje tjetër, kjo varet edhe nga partnerët ndërkombëtar, por varet kryesisht nga kombi shqiptar, nga shqiptarët vetë. Nëse shqiptarët vetë nuk e kanë ndërgjegjen për ta kryer revolucionin paqësor me pushtetin, këtu pastaj
ngelet Shiko, gjithçka në mëshirë të fatit. nuk e di nëse ju jeni në informacion, por populli shqiptar ka shumë probleme pasi brenda popullit shqiptar janë disa shtresa dhe në shtresa njerëzish të cilët, po të shikosh me kujdes, bëjnë që status quo-ja e kësaj klase politike të ri ashtu si është. Është një klasë e cila, një shtres e këtij populli e cila, nëse mund ta quajmë kështu, bashkëpunon ngushtë me qeverinë Rama dhe merr të gjitha projektet, fondet dhe lekët që qarkullojnë. Pra, dhe këta, pasi mbajnë dhe një numër të madh punonjësish, janë një sektor shumë i rëndësishëm që qarkullojnë buxhetin, financat, parat. Por është dhe pjesa tjetër e të punësuarve, të cilët janë të detyruar të shërbejnë shtetit, sepse janë të punësuar dhe marrin rrogën nga shteti, që nga institucionet deri tek policët e thjeshtë, të cilët janë detyruar të shërbejnë. Por nga ana tjetër kemi dhe një shtres patronazhistësh, të cilët për një rrogë qyll që marrin, apo për disa favore të tjera, se janë vetëm rroga qyll, por në një punë shteti nuk diskutohet rroga, sepse nuk ka njeri që nuk është i 2 apo 3 punësuar në një punë shteti, që i vete paga ndoshta edhe mbi 3 milion lek, mesatarisht një punojës i shteti, atëherë këta nuk kanë interes të prishin gjendjen dhe rehatin ku ndodhen, pasi në punë vetëm 3 ose 4 ditë në javë mund të punojmë, duke llogaritur të shtunat, diela, pushim, edhe ditët e festave që nuk janë të pakta, por edhe ditët kur bie festa të shtunë të diel që bëhet të hënë të martë pushim, pra i llogaritet që mesatarisht 4 ditë në javë punon një punonjës në shtet dhe në këto 4 ditë përsëri orari është 9-2, një orari pa përfyeshëm, plus që ka. Pra, doja të thoshja që ka një shtres njerëzish që nuk janë të pakët, administrata ka të paktën 500.000 punonjës, të cilët ajo që thash unë, marrin pagën. Por nga ana tjetër, kemi dhe një shtres njerëzish, të cilët nuk janë të përgjegjshëm dhe nuk kuptojnë se çfarë u bëhet. Mjafton të rinë në pushtet X parti apo Partia Socialiste që është aktualisht dhe të mos vi Partia Demokratike, se ne do bëjmë çfarë të duhet, thonë ata, vetëm të mos vinë ata të tjerët. Ndërkohë që e kuptojnë apo se kuptojnë që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë shkrirë, janë bërë një dhe po bëjnë lojën e tyre, kjo është ose ignorancë ose dashakejsi, po dhe këta nuk janë të pakët si shtres. Pra kemi të bëjmë disa në shtresa njerëzish të cilët mbajnë status quo-n e nomenklaturës së Partisë Socialiste, që vetëm parti nuk është, po është një grupim, një sekt që ka pushtuar Shqipërinë dhe është një pushtim edhe më i rëndë, edhe më i vështirë nga pushtimet osmane apo pushtimet slave e të tjera. Dhe kështu që është kjo gjendje që është krijuar, nuk e di, a e keni perceptuar ju këtë gjendje aty nga jashtë ku ndodheni, a e keni kuptuar situatat, pse sa herë që votohet, votat vidhen përmes kësaj strukture njerëzish që mbajnë këtë pushtet? Është ajo që biseduam bashkë, që ju thash fillim, që nuk ekziston kultura politike, dhe në një kulturë politike të dobët, edhe negocimi me faktorin ndërkombëtar është shumë i dobët, kështu që prandaj për shembull politika shqiptare është shumë kontrolluese ndaj qytetarëve në Shqipëri dhe shumë servile ndaj faktorit ndërkombëtar, se është në varësi ndërkombëtare. Dhe një ndër problemet që ka Shqipëria, që ka trashëguar Shqipëria, është mos shpërndarja e pronave. Mos shpërndarja e pronave e vën shumë në rrezik integritetin e Shqipërisë, sepse në një emigracion që vjen dhe mbas ligjeve që ka Shqipëria, për shembull ligji i investimit, nëse ti nuk investon mbi tokën, shteti ta merr tokën dhe ai që investon është pronari i tokës. Pra, kështu bëhet tjetërsimi i pronës, kështu bëhet vjedhja e pronës shqiptarëve, edhe është një fenomen shumë i rrezikshëm që i kanoset kombit shqiptar, edhe duke përfituar nga këto ligje dhe këto ligje të cilët janë të padrejta dhe që zhvasin pronën e ligjshme të vetë qytetarëve, mund të ketë ardhje emigrantësh nga vendet treta të cilët i vjedhin pronën duke marrë me çmim shumë të lirë, gati qesharak, blejnë prona, kontrollojnë sistemin
dhe kështu jemi në një sistem të pushtuar, jemi të pushtuar por pa ushtar. Kjo është e rrezikshme. Një ndër shembujt më tipik është për shembull SPAK-u. Po pra, kjo ishte pyetja që doja të bëja. Cili është roli i SPAK-ut në këtë lloj rëmuje politike që kemi në Shqipëri? A i ka duart e lira SPAK-u të funksionojë siç duhet, apo në një farë mënyrë është detyruar të bindet politikës e cila ndikon tek ulje ngritjet e prokurorëve të SPAK-ut? Po. Le ta shqyrtojmë në aspektin politik pse u pa domosdoshmërisht krijimi i SPAK-ut. Le të marrim për shembull atë që ndodhi në Kosovë. Vetë Hashim Thaçi e miratoi krijimin e gjykatës speciale, sepse vetë mendonte që ishte i pastër. Kjo gjykatë speciale nuk do ta prekte atë, dhe ndodhi ajo që ndodhi. Do të thënë, ai u muar dhe nga posti i presidentit shkoi e përfundoi në Hag. Shkoi e përfundoi në Hag dhe tani nuk dihet se kur do dali nga Haga. Ishte një llosje e madhe e luftës së UÇK-s. E njëjta gjë është me SPAK-un në Shqipëri. Kur u vendos krijimi i SPAK-ut me ndërhyrjen e amerikanëve apo taktorëve të tjerë ndërkombëtar, qëllimi i krijimit të SPAK-ut ishte kryesisht për të luftuar krimin ekonomik të organizuar dhe për të luftuar agjenturat e huaja në Shqipëri, sepse nëpërmjet ekonomisë shumë agjentura të huaja kishin interferuar, hyrë në Shqipëri, derdhur fonde, bler prona turistike dhe pronat palujshme, pronat lujshme, ndoshta kanë krijuar dhe banka, pritet shihet. Dhe çfarë ndodhi? SPAK-u u krijua, por gjatë punës tij ai zbuloi edhe shumë zyrtar të lartë të inkriminuar në vjedhje. Nëse e shohim në këtë aspekt, SPAK-u ka një rol pozitiv. Po ta shohim në një aspekt tjetër, në aspektin e ta vëmë në dyshim këtë vlerë. Çfarë ndodh? Gjithkund dihet që në sistemet e kontrolluara, sidomos nga sistemi Soros, Fondacioni Soros për shoqërinë e hapur, gjithë klasa politike në Europën lindore u financuan intelektualët, u financuan personat veçantë, të cilët më vonë u bën kryeministra. Dhe gjërë këtu u pa si krijimi një shoqërie të hapur, e cila do ndihmonte vendet e lindjes për të krijuar një kapitalizëm normal. Problemi është se ata që ishin në drejtimin, që janë drejtim të klaneve obskyr, si quhen, të klaneve të mëdha që kontrollojnë botën, në fakt nuk i shohin aktorët lokal, veçse si disa dërkuca të vegjël që duhet të majmen, të pasurohen, dhe në momentin që ata do kenë pasuri të shumta, ata merren, burgosen, eliminohen dhe fondet e tyre i marrin për qëllimet e tyre. E mjafton të them, për shembull, ka një ligj që ka nxjerrë presidenti Trump për Ballkanin, për klasën politike mafioze të Ballkanit, që thotë që të gjitha paratë që ato kanë derdhur në bankat perëndimore, kryesisht në Amerikë dhe në për këto zonat offshore, do të sekuestrohen, por nuk thuhet asnjëherë për shembull që parat që u sekuestrohen politikanëve shqiptar do t'i jepin Shqipërisë. Pra si shikohemi ne? Ne shikohemi si një burim të ardhurash për të mëdhenj. Edhe ky është një sistem ekonomik që penalizon shumë Shqipërinë. Prandaj Shqipëria duhet të ishte ndjekur një politikë më të zgjuar, më të tërhequr, edhe të mos binte në sy. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që qeveria shqiptare në momentet aktuale të shpërndaj pronat, të kthej pronat gjithë shqiptarëve, sepse nuk po u kthen pronat vetëm demokratëve,
ndoshta ka demokratë që kanë prona. Po kthen prona edhe atyre socialistëve, edhe të pa angazhuarve, pra në një sistem të kthimit pronave të ligjshëm, me tapi, me truall shtëpie, me pronat përbashkëta, të gjithë shqiptarët dalin të fituar. Nëse nuk bëhet ky kthim pronash, gjendja do bëhet gjithmonë e më e tensionuar me Shqipërinë. Albert, ajo nuk diskutohet se shqiptarët dalin të fituar nga një shpërndarje pronash apo nga veprime të tjera të cilat zbusin krizën që ka rënë brenda vendit. Por ama a e kanë dëshirën këta politikanë, kjo klasë politike t'i bëj këto gjëra, duket sikur ata që i kanë vënë në atë post që mbajnë, duket sikur qëllimisht po veprojnë në këtë formë për të bërë vetëm keq dhe për të larguar njerëzit, siç e shikojmë shumë shqiptar kanë ikur në emigracion dhe nuk e di si mendoni, unë mendoj se ka dëmtuar shumë Shqipërinë emigracioni me burimin e njerëzve të larguar dhe që nuk ndihen fare këtu, sepse forca që duhet të ndihej për këto padrejtësi ka ikur, ka shfryr. Pra, ne nuk kemi dëshirë nga kjo klasë politike për të bërë mirë për këtë popull. Pra, si e mendoni se mund të ketë një lëvizje apo një zgjidhje në këto momente, kur këta janë, duket qartë që janë marioneta, nuk kemi pse ta fshehim më, duhet të flasim trojsh, duhet të flasim hapur, ta marioneta në duar të njerëzve të cilët të vend po e mielin dhe po e rrjepin ashtu si shtat dhe juve. Nuk ka rëndësi se kush është, Trump quhet apo Soros quhet apo çfarë do lloj dreqi quhet. Problemi është që këtu ky vend po rripet për ditë dhe shqiptarët janë ata që po vuajnë dhe po denigrohen. Po, ajo që mua më ka rastisur të bisedoj edhe me të huaj, përfshirë dhe politikanë këtu në Bruxelles, ajo që më kanë thënë është që Shqipëria është një parajs. Shqipëria është një parajs, por një parajs e shkatëruar. Tashi do varet nga dëshira e popullit dhe politikanëve nëse këte parajs të shkatruar nga turqit, nga pushtimi turk edhe më vonë nga pushtimi komunist, do ta rikthejnë, ta bëjnë sërish një parajs të vërtet. Unë e shoh për shembull në sistemin e Shqipërisë i mungojnë shumë gjëra. I mungon për shembull Shqipëria mund të fitojë shumë të ardhma nga turizmi, të them. Nga turizmi për shembull nëse kryen ngërmime arkeologjike në zonën e Albanopolisit, Albanoes, në zonën e Lezhës, në zonën e Tiranës, në Persqop dhe kryen dhe këto zbulime arkeologjike mund kryen me ndihmën e universiteteve të huaja, sigurisht në një kontroll të rrep të shtetit shqiptar, mbas një legjislacioni që të mos ikin veprat dhe të bëhen ngërmime të pastra, Shqipëria mund të kthehet në një vend turistik 12 mujor. Do të thonë që njerëzit të vinë në Shqipëri dimër, verë, pranverë, vjesht, të kenë turizmin e plazhit, turizmin e malit, turizmin kulturor, turizmin arkeologjik, turizmin kulinar. Mjafton të themi që privatët për shembull e kanë krijuar një qytet të tërë në Patok me prodhime deti që është turizëm kulinar i jashtëzakonshëm dhe ku ha më mirë se sa në Paris. Por varet nga shteti shqiptar sa do t'i hapi këto perspektiva të zhvillimit, edhe zhvillimi i maleve për shembull, nëse prona nuk i është kthyer banorëve vendas, do jetë shumë i vështirë. Për më tepër, problemi më i madh që po del tani, po del me pronën e përbashkët, pronën e fshatit, sepse zonat kullotat, pyjet dhe malet kanë qenë pronë e gjithë fshatit, kanë qenë pronë e përgjithshme, edhe duhet i kthej çdo fshati, çdo individi, çdo fshati, çdo institucioni duhet t'i jepshin ato pronat e veta në mënyrë që të vendosej një qetësi sociale dhe mbi bazën e kësaj të zhvillohej turizmi. Sigurisht kjo mënyrë se si janë sjell me pronën, me individin, me shkatërimin e pronës që u trashëgua nga komunizmi, që u quajt pronë komuniste, po ai ishte prona e popullit, sepse atë nuk e ndërtoi komunizmi, e ndërtoi populli me shpatullat e me duart e veta, ka krijuar probleme. Ajo që mua mendoj nuk e kuptoj është se si këta politikanë shqiptar, si nga krahu i majt, ashtu dhe nga krahu i djathtë, si ata të qendrës, nuk e kuptojnë që
këto reforma nuk bëhen as për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, bëhen për gjithë shqiptarët bashkë. Shqiptarët mund të jenë të religione ndryshme, të mund kenë përkatësi politike ndryshme, bindje politike ndryshme, por qëllimi i përbashkët është krijimi një Shqipërie ku të jetohet me normalitet, ku socialistit mos e shikoj demokratin si armik, po ta shikoj si vëlla që mendon ndryshe, dhe demokrati ta shikoj socialistin jo si komunist, po si vllai socialist që mendon ndryshe, edhe në vend që dhe lufta, ajo që quhet luftë politike, kaq e egër që po bëhet, të zhvendoset në një dialog politik. Pra, gjithë këto situata krijojnë atë percepsionin psikologjik që në Shqipëri nuk jetohet, që politika është shumë agresive, që prona nuk të jepet, që ti nuk ke drejt zësh vend pune nëse je demokrat apo nuk je me bindje socialiste, njërën e tjetën. Këto janë gjëra shumë të thjeshta që mund të korrigjohen nëse ekziston vullneti politik. Tani, sa është kapur politika shqiptare, fakti që nuk ka studime mbi këtë gjë, por fakti që kjo luftë klasash që dikur ishte lufta mes të përmbysurve dhe fitimtarve, sot mes demokratëve dhe socialistëve, po bëhet gjallë, tregon që komunizmi ka lënë rrënjë thella aty dhe marionetat që po përdoren për shkatrimin e popullit shqiptar janë aty. Tani se kush është, a është koka apo janë pjesë të ingranazhit të qeverisjes që dëmtojnë sistemin Shqipëri, kjo mund ta gjykojë gjithkush, por unë mendoj që këtë popull kur nuk e kanë shkatruar turqit për 500 vjet që ndaluan gjuhën edhe kulturën, nuk mendoj se do ta shkatërroje politikat keqbërëse. Pra, si popull ne jemi popull i pashkatrueshëm, Fenikas, jemi si Feniksi, por sigurisht që ka dëme, por mund vijë edhe një moment i caktuar që thika shkon në kockë edhe mund të ketë edhe revolucion, sepse nëse ndiqen politika ekstreme dhe reagimet popullore në mendoni se shqiptarët mund të shpërthejnë shqiptarët, mendoni se është një potencial i fshehur brenda shqiptarëve të cilët mund të shpërthejnë nga momenti në moment? Po, ka një, nuk e di në Shqipëri, por këtu nga këto që po shoh në emigracion, domethënë ka një emigracioni tani po bëhet gjithnjë më skeptik ndaj Shqipërisë dhe nuk është e çuditshme që lëvizjet të shumë të forta të vinë nga emigracioni. Madje edhe shumë agresiv në komente shikojmë në rrjetet sociale nga emigracioni, shumë agresiv ndaj kësaj qeverisje, shumë jo vetëm kritike, por dhe agresive. Mund të ndodhi fenomeni i Kosovës, që ndodhi me Albin Kurti, që emigracionit vjen në masë në Shqipëri dhe të votoje, por nuk po ta vëmë re, emigracioni nëse vjen nuk do të votojë as Partinë Demokratike, as Partinë Socialiste. Pra, mund të ketë zhvillime të çuditshme. Për momentin gjendja në politikën botërore është shumë e vështirë dhe emigracioni po ndjek me shqetësim atë që po ndodh në konfliktin që po zhvillohet në lindjen e mesme. Po presim që me shpresë që Amerika ta mbyll te konflikt me i fitore amerikane, sepse nëse amerikanët nuk mbyllin konfliktin me Iranin, do shpërthejë konflikti i Tajvanit dhe Amerika do humbi terren, të rrezikohet Japonia. Pra, është një gjendje shumë e vështirë politike botërore dhe Shqipëria nuk për momentin nuk përfshihet në interesat, domethënë nuk e kanë shumë vëmendjen ata të shohin se çfarë po ndodh në Shqipëri, sepse gjërat në botë janë shumë
Pra, është momenti që shqiptarët po ja dolën vetë, ja dalin, ndryshe mos të presin nga të tjerët. Po, do të thënë shqiptarët aktualisht po shohin, po presin që të mbyllen çështjet politike ndërkombëtare dhe mendoj se menjëherë pasi të mbyllen të çështjet ndërkombëtare, Amerika do fokusohet edhe në aspektin e eliminimit të agjenturave të huaja në territorin e Shqipërisë, pasi janë bërë shqetësim shumë i madh për NATO-n dhe për Bashkimin Evropian. Normalisht do ketë lëvizje. Por këta dy personat, nuk besoj që emigracioni voton njërën nga dy partit politike, spaku nga ato që shoh, ka përkrahës në dy krahët, por është shumë e vështirë sepse zhgënjimi i emigracionit që është i mësuar me një lloj demokracie në vendet perëndimore, është shumë i madh me politikën shqiptare. Por mund të ndodhi që edhe kryeministri aktual të ketë një refleksion të thellë për ato që po ndodhin, të zgjedh njerëzit të duhur që mund ta kryejnë atë katarsisin e qeverisë, mund të stabilizohemi në zgjedhje normale çdo 4 vjet siç bëhet dhe të vendosim një demokraci normale. Pse? Sepse në këtë demokraci normale fitojnë të gjithë, ndërsa në një konflikt brenda Shqipërisë jemi të gjithë të humbur, si emigracioni, si shqiptarët brenda Shqipërisë, si politikanët. Pra ne jemi mes një zgjedhje nëse do të bëjmë një Shqipëri parajs apo do ta humbim fare këtë Shqipëri dhe në territorin shqiptar ndoshta ka për të folur anglisht, ta zëm ose edhe gjuha ebraike, sepse nëse ndodhi gjë e tillë, humbi Izraeli territoret e veta, një emigracion i madh i popullatave ndryshon dhe gjuhën. Pra jemi në një fazë decisive nëse ne do të ekzistojmë si komb apo do zhdukemi, dhe nëse ne zhdukemi sigurisht do zhduken edhe do iki dhe gjithë kombi dhe do të jenë të rrezikuar dhe fëmijët e vet politikanëve, tyre që kanë bërë këtë politikë. Ata do jenë më të rrezikuar, sepse ata do gjurmohen për të zhdukur gjurmët e krimit. Pra, politikanët duhet me çdo kusht të krijojnë një demokraci të vërtetë në Shqipëri, që fëmijët e tyre t'i lënë në siguri, dhe të mos i lënë në pasiguri, pasi nëse i lënë në pasiguri do ketë hakmarrje ndërkombëtare, si pasardhës të këtyre do tentojnë t'i zhdukin, kështu që jemi në një situatë të vështirë. Pra, e keqja në një farë mënyrë vjen për të gjithë, njësoj sikur pas një kohe relativisht të mirë, ku ka zhvillime, ka ditë me diell, ditë të bukura, ku njerëzit ndërtojnë, bëjnë punime apo rregullojnë dhe vjen pa pritur një rrëmbim, një shi i madh edhe të përmbyt të gjitha ç'ke bërë. Po kështu dhe politika shqiptare apo njerëzit që punojnë për politikën shqiptare duke kujtuar se janë mirë, në një moment të vetëm ata mund të përfundojnë në katastrofë. Ky ishte mesazhi shumë i qartë që dhat. Mirë, në mbyllje të këtij emisioni, zoti Albert, nëse keni diçka tjetër për të shtuar? Unë duhet të them që është tash gjërat që kanë ndodhur nuk mund të kthehen, pra ato gabime politike që janë bërë nga politika shqiptare nuk mund t'i kthejmë në kohë, por ajo që mund bëjë politika shqiptare është të reflektoje dhe t'i korrigjoje gabimet dhe të krijoje një siguri për popullin. Ajo që duhet të them është që politikanët shqiptar duhet të jenë falendërues popullit shqiptar, sepse populli shqiptar i ka ngritur me mundime, i ka ushqyer, i ka rritur dhe i ka bërë, i ka dërguar edhe këtë haroja. Nuk din ata falënderim. Nëse ata sillen nëse politikanët shqiptar sillen keq me popullin e tyre, është shenjë mosmirënjohje jashtëzakonshme dhe mendoj që vjen një moment i caktuar që siç ndodh me pasuritë, për shembull që shumë njerëz janë pasuruar dhe tani me zhvletësimin e monedhës, pasuria përgjysmohet, ikën. Ajo që mbetet, që është e rëndësishme, është atë dheu, gjua, kombi dhe identiteti. Dhe nëse një
politikanët nuk luftojnë për atë dheun, kombin, identitetin dhe kulturën shqiptare, mendoj se ata edhe pasurinë do ta humbin, por do humbin edhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Prandaj unë ju bëj thirrje për reflektim dhe për një zgjidhje shumë të shpejtë të problemeve si të pronësisë, si të politikës dhe heqjen e armiqësive mes partive politike për të pasur një Shqipëri europiane siç është këtej nga Brukseli, jo siç bëhet andej nga Irani dhe nga vendet tiranike. I qartë mesazhi zoti Albert. Faleminderit për ftesën. Po. Ju uroj gjithë të mirat teleshikuesve të televizionit tuaj dhe ju personalisht. Edhe ne ju falenderojmë, shpresoj që politikanët tanë të ndryshojnë, mirë po me sa kuptuam në ky emision dhe në këto që u diskutuan këtu, kjo klasë politike do të përfundoj shumë keq, por ndërkohë që edhe populli shqiptar do pësoj shumë dëme. Mirë, unë ju falenderoj dhe shpresoj të ketë zhvillime pozitive, nuk do të dëshiroja kur të ishte diçka të ndodhte, diçka e keqe për këtë vend dhe për këtë kombë, por me sa duket rruga është marrë dhe është pak kthim. Kështu që shpresoj sa më pak dëme. Unë ju falenderoj zoti Albert dhe do të jemi përsëri në emisione për ngjarjet të ditëve në vijim. Dhe do të diskutojmë patjetër edhe ato që do të ndodhin më mbrapa. Unë ju falenderoj, do të jemi përsëri së bashku. Dashur miq, këtu do të ndajemi së bashku. Shpresojmë të jemi përsëri herën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.